Në një akt të rrallë dhe të ngrohtë mirënjohjeje kombëtare, Hotel Globi në Velipoj ka vendosur të nderojë sakrificën e atyre që luftuan për lirinë e Kosovës, veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke ofruar qendrim falas me mëngjes të përfshirë nga data 1 deri në 5 qershor 2025. Ky hotel bregdetar shndërrohet për disa ditë në një strehe të nderit për bijtë dhe bijat e kombit që nuk e kursyen jetën për atë dhe unë. Ky gjest prekës vjen në një kohë kur shumë prej veteranëve jetojnë me kujtimet e luftës, shpeshherë të lënë arres nga institucionet dhe shoqëria, por siç do të çmon kjo iniciativë, diku në bregun e Adriatikut në Velipoj, ende ka zëra që nuk harrojnë, ende ka zemra që dinë të falenderojnë. Ju ftojmë të përfitoni nga një ofertë e veçantë si shenjë respekti për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm për atë dheun, thuhet në njoftimin e publikuar nga Hotel Globi. E gjithë çfarë kërkohet veteranëve është të paraqesin një dokument zyrtar që vërteton statusin e tyre dhe të rezervojnë paraprakisht duke kontaktuar në numrin e telefonit 068 64 29 107. Kjo ofertë nuk është thjesht një pushim pa pagesë, është shumë më tepër se kaq. Është një përkulje e thellë përpara atyre që mbrojtën me armë të drejtën për të jetuar të lirë. Është një falënderim i heshtur për netët pa gjumë, për dhimbjen, për plagët, ato të trupit dhe ato të shpirtit. Në një vend ku ndonjëherë arresa duket se vjen më shpejt se kujtesa, iniciativa të tilla shërbejnë si fanar të vegjël që na kujtojnë kush jemi dhe se kemi borxh atyre që dhanë gjithçka për lirinë që sot e marrim si të mirëqenë. Për shumë nga veteranët, një ofertë e tillë do të thotë më shumë se sa disa ditë relaksi. Ajo nuk kupton që dikush ende i sheh, dikush ende i çmon, dikush ende u thot faleminderit. E për këtë falënderim nuk ka çmim. Ky është një shembull për të ndjekur. Veprimi i Hotel Globi nuk është thjesht një ofertë marketingu, është një model që duhet të frymëzojë të tjerët. Bizneset shqiptare, qofshin në Shqipëri apo Kosovë apo diasporë, mund dhe duhet të ndërmarrin hapa të ngjashme për të treguar se gjaku i derdhur për lirinë tonë nuk është harruar, se sakrifica nuk është fjalë bosh, se mirënjohja ende jeton në këtë komb. Kjo është një ftesë që i tejkalon kufit gjeografik. Ajo është një thirrje shpirtërore për bashkim kombëtar, për kujtesë kolektive dhe për respekt. Është një gjest i vogël me peshë të madhe, sepse shpesh janë veprimet e vogla ato që flasin më shumë se sa fjalët. Nëse jeni një veteran i UÇK-s, kjo është një mundësi për të ndjerë një grimc të vlerësimit që e meritoni. Nëse njihni një të tillë, përcjellni këtë lajm dhe për ne të tjerët është koha të kuptojmë se liria që kemi sot është ndërtuar mbi shpatullat e atyre që guxuan të sfidojnë errësirën për të na sjellë dritën.